Përshëndetje Angels! Dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Hapa vlog duke qenë se sot kam shofer dhe nuk do ngas makinën unë. E shoh, nuk do arrim protest, nuk do të arrim protest. Thjesht respektoj tabelat. Okej, jo, shumë mirë, shumë mirë. Po shkojmë në Tiranë, do ju tregoj dhe dyqanin që kemi hapur në Tiranë. Dhe do shkojmë te protesta si fillim uroj të arrim, është në orën 6, ora është 4:15. Besoj, uroj të arrim. Dhe pastaj do shkojmë te dyqani. Ili ka një kështu, një të keqe për mua të mirë për te. Në ti mon dëgjon shumë muzikë, unë nuk e duroj dot muzikën. Ti them të drejtën, më zë koka, sidomos muzikën që dëgjon Eli, nuk është se më pëlqen shumë. Nuk është se ka një stil që ti pëlqej në muzikë. I dëgjoj gjitha. Atje ku fillon për shembull një këngë greke që është si tip rap ose si tip rap, pastaj fillon një melankolike shqiptare, pastaj ja fut Eli Malaj, pastaj Bujar Qamili, pastaj direkt në një moderne shqiptare. Na do të marrë telefon. Fikin. A ja fikim pak? Edhe kështu, ka lidhë dhe telefonin këtu që me kasetofonin dhe dëgjojmë vetëm ato që do Eli. Për mua për shembull unë vetëm radio dhe dëgjoj këngë që japin në radio dhe dëgjoj edhe ndonjë lajm ose ndonjë gjë, po çfarë bën tani? Je boring ti. Jam boring, ë? Okej. Dhe kështu, do i marrim me vete në Tiranë. A kam harruar që ju them edhe një lajm tjetër. Eli ka marrë patentën. Harrova që ju thash atëherë kur ra me motor që po shkonin për patentën, ka marrë patentën dhe prandaj po e lë lirshëm në makinë. Kuptoni? Elin e ka lënë në mes të rrugës Doni, ka shumë trafiku dot. Do të thënë me Donin u takuam në Tiranë. Doni ishte në Fiere, erdhi në Tiranë, shi sa njerëz ka atje. Dhe tani gjithë njerëzit kanë vajtë te kryeministria. Ka kudo njerëz. Mbaruam nga protesta dhe erdhëm direkt këtu te dyqanit e Saudeza këtu në blok në Tiranë dhe ju dhash fjalën që do ju tregoj gjithë dyqanin tani të rregulluar, se e keni parë vetëm në një pjesë shumë të vogël kur po bënte Doni rregullimet. Ja u tregoj nga fillimi. Këtu sapo futemi, duket kështu dyqani. O Doni, përshëndetje mo Doni. Pa ajo kokorja atje na prish pak këtë syrin. Mund ta heqësh, faleminderit. Atëherë, shikoni pak bizoteron këtë radhë, ngjyra portokalli, jo bizoteron, se me zgjithash, por kam zgjedhur një ngjyrë edhe te çantat e kartonit dhe te divani dhe te logoja pra të jetë ngjyrë portokalli. Siç e shikoni këtu, shikoni sa bukur që duket. Dhe divanin që ma kanë qartë, çanta ime atje që prish bukurin tani nese. Shikoni divanin sa bukur ma kanë bërë të mobileri kalaci që kemi bërë dhe mobiljet e shtëpisë. Tavolina, shikoni sa e bukur cute që është. Kombinon inox me gjithë ambientin. Si që shikoni çdo gjë e ka bërë Doni. Fillojmë këtu, nga fillimi. Këtu. Më pëlqen shumë kombinimi i gris me inoxin dhe me portokallin që e kemi thyer pak. Këtu kemi këtë pasqyrën kështu të çrregullt që ka bërë Doni dhe unë këtu.
Këtu kemi përsëri kështu të çrregullt edhe pjesën e hekurit këtu dhe këtu. Dhe me gura poshtë. Përsëri një pasqyrë të çrregullt për të parë vajzat që vinë dhe provojnë veten sa bukur. Të bëjë dhe ndonjë story këtu. Kemi përsëri pasqyrë dhe jo tregoj. Këtu kemi përsëri jam munduar domethënë që të kombinoj dhe ngjyrat siç e dini që kam fiksim. Këtu kemi vendosur këto me pika bardhëzi të zezën dhe të kuqen. Këtu kemi pan dhe të zezën të dyja. Këtu kemi bardhën dhe të verdhën, aty kemi bëqell me të verdhë dhe këtu kemi roz me bëqelli. Këtu është recepcioni, shikoni se sa bukur ka bërë Doni. Ky recepcion ja ka një dritë më Doni këtu, apo ja fike ti? O, fike se nuk duket mirë, fike, se bën krac. Edhe këtu kemi përsëri tjera, na kanë mbaruar këto pistakjo, se këtu ka pas dhe pistakjo dhe roz, kanë mbaruar, por do bëjmë përsëri. Këtu kemi prap pasqyrë. Dhe këtu janë dhomat e provës. Ja. Dhe këtu kemi dhe këto stolet që kur vinë klientet mund të vendosin çantën gjërat këtu. Kemi 3 dhoma prove. 1, 2, 3. Dhe kaq, këtu është vitrina. Tani është dhe errësirë, se mirë do ishte t'ja tregoj edhe nga jashtë. Duket shumë bukur dhe vitrina. Këtu shikoni sa bukur dhe ky detaj këtu që kemi vendosur, fitting room. Try it, feel it, own it. Provoje, ndjeje dhe beje tenden, i bie, bleje. Kemi vendosur dhe këtë perden këtu. Pra, këtu është pjesa magazinës. Këtë do ta heqim. Këtu është tualeti. Këtu është tualeti dhe këtu është magazin. Dhe kemi edhe këtu mbrapa magazin që nuk duket, por atje kemi një magazin të vogël ku mbajmë disa veshje që mos t'i ngarkojmë shumë këtu jashtë, i mbajmë aty brenda. Pra këtë tur e kam bërë vetëm këtu në YouTube, në Instagram nuk e kam bërë, kështu që vetëm ju që më ndiqni këtu në YouTube, vetëm ju mund të shikoni gjithë dyqanin, gjithë vendin. Normal që dhe kush vjen këtu fizikisht për ta parë shikon, por okay, pjesën e magazinës nuk është se shikon kush përveç jush. Kaq. Tani mua më ka marrë uria, kam që në mëngjes pa ngren, që me një byrek në mëngjes don. Dhe pastaj, duke qenë se jam marrë gjithë ditën me punë të Saudeza, me përjerje, me gjëra, pastaj u nisëm direkt për Tiranë që ta rrinim dhe protestën. Shkuam në protestë, mbaruam në protesta, erdhëm në dyqan, unë jam pa ngren, po vdes nga uria, po vdes. Vetëm ca biskota që mora në market, hengra ca në ato, qa të mirë do na japë se këtu Tirana ka pafund zgjedhje. Suflaqe. Prap suflaqe? Po. Qa do më bësh tash i në këto orë suflaqe pa? Suflaqe. Okej, suflaqe. Jemi pa ngrenë, nësë kemi kohë, sepse ne tani do ikim direkt në Shkodër, se arsyeja që erdhëm këtu ishte vetëm protesta, dhe thash të vi dhe 10 minuta me që ju dash fjallën që do ju tregoj dyqanin se do ikim direkt, por erdhëm edhe pak të dyqani dhe do ikim direkt për Shkodër. Pra si që ikim për rrugë, do marrim dhe suflaqe rrugës, besoj. Jemi në ditën e dytë të këtij vlogu. Apa do lapa, ku është msheur Erga? Vajti Erga. Albert, apa do lapa. Apa do lapa, ku vajti Erga. Erga. Oh, Erga. Erga! O Egi! Ku vajti Egi? Paso! Erga tani.
Lapotia. Ora. Pita, koma. Nuk Lapotia. La. Pataka ia. Águile! Kusili. Pita i patatata. Që do ai iki? Patatata. 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 A mund të ndizim pak kondicionerin se... Okej. Atëherë ne u nisëm për Tiranë. Kam qenë gjithë ditën te puna, jam marrë gjithë ditën me prerje, kështu që nuk kemi bërë fare vlog sot. Edhe tani po nisim për Tiranë. A ke thënë përshëndetje në vlog? Ke thënë kur ishim në Tiranë, apo kur ishim dietë të dyqanit. Do shkojmë në Tiranë te protesta. Do shkojmë dhe sot sepse donim nesër do ikim në Greqi dhe pastaj e kam më kollaj paktën të kem një shofer me vete sepse duhet të merrem vetëm thuaj. vetëm shkova atje. Domethënë gjatë rrugës e mori Eli makinën, pastaj ka ndaluar dhe e mora unë se kisha hallë se nuk do arrinim në kohë. Pastaj në kthim prapë unë, njerëz nuk e keni idenë se sa më flihesh rrugës kur jemi kthyer. E di sa më flihesh e doni. Vetëm atë kthimin e kam problem se e kam. Nuk e keni idenë sa gjumë. Në shtëpi më zë gjumin dark. Në makinë nuk e di. Kur po ktheheshim, Eli më mbante muhabet, fliste, prapë më vinte gjumë. Të besoj akoma dhe afër lagjes more, kishim arritur gati mua mbylleshin syt. Po jam mezi prisja që të arrinim në shtëpi dhe të shtriesha të flia. Nese, tani do shkojmë përsëri në Tiranë dhe do kthehemi, domethënë do shkojmë te protesta dhe do kthehemi prapë për Shkodër. Më vjen shumë keq që nuk po bëhen protesta dhe në qytete të tjera. U mundova të kontaktoj me disa njerëz këtu në Shkodër që të organizonin protest, por që nuk beshet. Domethënë të dilja vetëm unë dhe familjarët tonë ndoshta. Kështu që do shkojmë sa herë të kemi mundësi në Tiranë. Dhe pse këto kohë e kam pak të vështirë sepse edhe punën e kam lënë në mes tani, të them drejtën. Domethënë disa kostume që fillova t'i prisja i kam lënë pa pantallona, vetëm bluzat kam prerë dhe pantallona duhet të dalë nesër shpejt mëngjes që të vazhdoj me punën. Por do ta kem të pamundur mbase të shtunën, sepse edhe të shtunën do bëhet përsëri protestë, ndoshta bëhet dhe nesër, pas nesër nuk e di, por paktën të shkoj dhe sot, se të shtunën do të shkoj me patjetër te dentisti. E kisha dhe javën e kaluar për telat për t'i shtrënguar, por isha në të shtunën që kaloj domethënë, por isha në Vlorë dhe nuk arrita që të shkoja te dentisti, kështu që duhet me patjetër të shkoj sepse më ka lëviz dhe një tel. Edhe kot sa po i mbaj dhe do më lëvizin dhemët, kështu që duhet të shtunën të shkoj te dentisti. Qa doja të thoja, ju lutem nëse keni ndonjë informacion, ju që keni udhëtuar në Amerikë me vizën amerikane, sepse një ndjekse ka parë videon që kam postuar, videon e fundit vlog që kam thënë për vizën amerikane, ku kam thënë domethënë që nuk kemi në plan që të udhëtojmë gjatë verës, tani afër domethënë, dhe mund të udhëtojmë në dimri apo nuk e di se kur, por të paktën tani për tani nuk është se kemi në plan për të ikur në Amerikë, për të vizituar Amerikën. Dhe më tha një ndjekse që kishte parë videon Dezi shikos se një shoqja ime i është djegur viza sepse i kishin vendosur një afat të caktuar, për shembull 3 muaj, 6 muaj, nuk e di, që brenda këtij afatit i duhet me patjetër të shkosh në Amerikë, se nëse nuk shkon të digjet viza. Unë nuk e dija këtë si informacion, duke qenë se viza ka dalë 10 vjeçare, kisha idenë që mund të shkoj kur të dua dhe mbas një viti dhe mbas 2 viteve, sepse kam dëgjuar edhe njerëz tjerë në fakt që kanë marrë vizën dhe nuk kanë udhëtuar akoma. Gjithsesi, nëse keni ndonjë informacion më të saktë, ju që keni bërë prof, më thoni.
Më thoni, do ja u dje shumë për nder. Gjithsesi, mirë është të kontaktoj edhe me agjensinë ku kemi, domethënë ku kam aplikuar për vizën, ti pyes njërë. Unë të viza e hapa pasaportën e pash me kujdes, nuk është se më kishin vendos në i datë saktuara diçka, por nuk i dihet, me që një personi i pas ka ndodhur, frika është mos më ndodhi dhe mua tani. Nëse dini diçka, më thoni. Kam ngrena shumë me zi marr frymë dhe me zi flas. Beri holta ca burger i qawi, beri super të mira. Do më thënë beri dhe bukën vetë përveç qofteve, patatët dhe këto, beri dhe bukën vetë dhe kishin dalë super të mira. Kështu që holta bashkë me kysin, mos t'ja marrë meritën të kysin, sepse beri dhe atë sosin shumë të mirë. Pra hengra, plasa dhe u nisëm direkt dhe piqja vazhdimisht pi ujë. Si që isha nga puna, nuk undrova dhe hiç mendje nun. Më thënë kam veshur këtë kostumin nga saudeze, me pantallona të shkurtra dhe do më ngrin mushkonjat jashtë. Është e sigurt që do më ngrin mushkonjat në këmbët, kështu që rrugës tash doni të ndalo në farmaci dhe bleva një ilaç për mushkonjat, të lyej mirë para se të shkojmë në protestë. Flas shumë, a? Jo, ti vazhdo më, po s'ke pushu, ke një orë. S'ka pushu, mirë, fal. Vazhdo, ti asë ashtu në shtijet edhe rruga. Shtijet rruga, mirë. Pradaj flas, po pushoj. Jo, vazhdo programin. Ua, sa më qoj nervat kur tallet, ka qapur. Po nuk talle moj. Njerëzit këtu doni, ta dish ti kërkojnë që unë të shkoj në Korfuz dhe të bëj video me grupin, si fillim. Janë ushtar grupi. Kam harruar t'ju them, janë ka iku ushtar, nuk e mbaj mend e kam thënë në një video, janë ka iku ushtar, nuk është për momentin në Korfuz. Joana është akoma në Qipro që ka studimet edhe ka provimet tani. Kështu që ngelet pa vlog. Unë jam e ngarkuar me punë, nuk lëviz do tani për tani. Edhe t'ju them të drejtën do doja shumë të shkoj se më ka marrë malli. Po kaq. A do shkoj doni? Doni ikna bëno një vlog andej. Edhe çfarë tjetër? Kaq, çfarë do thoja unë? Po, përveç me vlog me grupin, njerëzit këtu më kanë kërkuar që të bëjmë ndonjë video prank. Kujt i bëjmë një prank? Kujt i bësh prank? Kujt i bëjmë një prank? Kujt? Kam shumë kohë pa bërë. Do ta mendoj. Ka një trafik të papar sepse ka dhe ndeshje sot. Luan Shqipëria me kë? Nëse ka ndeshje me Izraelin. Dhe kemi mbet në trafik. Ora është 6:30 dhe ne jemi akoma këtu.
biber, qull. Vajtëm dhe në supermarket pasi mbaruam nga protesta, se na zuri shiu në protest. Vajtëm dhe në supermarketi grek, sepse dohet merja prosciutto pule, djath edhe tosta. I ka shumë qef Eli dhe Agelo, po ideja është se nuk gjeta tosta, mora vetëm prosciutto dhe djath. Tostat i mora në market tjetër, mora dhe ca gjëra tjera. Do bëjmë një supermarket haul, do e tregoj pastaj. Tani po shkojmë te dyqani sepse kam sjell disa veshje, ti le te dyqani dhe do nisemi direkt për Shkodër. Por erdhëm vajtëm direkt në protest, nuk vajtëm te dyqani. Sa po erdhëm te dyqani, do lejmë gjitha veshjet dhe do nisemi direkt për Shkodër. Kishe edhe dyqan tjetër speciale. Qa tjetër kisha? Mirë është i varur 2 sekonda, do më presësh pak se gjyna se rrudhosen. Ke marrë dhe gabimisht bluzën tënde? Bluzën poshtë. Nga shiu, nga shuri. Dhe doni që non të vitem në motor. Ku do shkoj edhe me motor? Ta bjon ku do shkoja. Shkoj pak në shiu. Këtën ethet nga ftoti, nga shiu. Të bëjmë, jam bërqull, të bëjmë një supermarket haul para se të fle, fëmit flenë se fajti vonë. Sa është ora më donë? 12 dhe ca? Për tost. Këta e hengra rrugës. Eli, ka marrë tosta, mamë. Philadelphia. Ka çokolata. Këto shocat i mora për Angelën. Janë kështu me portokall, ginger, kanë vitamina. Janë të zezë djekse, po janë të mira. Qa tjetër morëm? Ku janë qese? Turp, vetëm dalliqe. Ka e ka marrë doni, bërtër. Të marketi grekse. Këto janë shumë të mira. Dhe disa Multi Champions që janë në Greqi i gjenjë. E këtu në vend. Kishte me çokollatë, mora vetëm me lesh. Këto bukë të fata, që kam shumë qef. Vetëm në Greqi i gjenë këto, ose të supermarketi grek, janë me portokall. Janë paka shumë si Fanta, po janë shumë të mira, kanë ata aromën e portokallit edhe shumë do më thënë qendje dhe shumë gaz. Këtu, që janë biskota me banana dhe çokoladë dhe karamel, edhe tjerë. Këto biskota që ka qef doni. Këtu kemi arsyën që vajtëm, prosciutto dhe djath. E mora edhe pak djath feta është kjo. Prosciutto është qesë tjetër më duke. Wow! Ka harruar. Prosciutto pulës. Ka harruar doni për zotin ta vendosin qesë. O doni! I roft këto që ka marrë. Wow! Jo, për zotin ka harruar. Ka harruar prosciutton e pulës. Po tani. Jemi në ditën tjetër, unë sapo erdha nga puna në fakt dhe do editoja videon sepse vlogu duhet të kishte mbaruar aty ku bëra supermarket haul që ta postoja sot,
por nuk arrita që ta editoj sepse më flihesh se jeshtë masë dje. Ku e lashun vlogun? Te prosciuta, që harruan prosciutën. Më vjen shumë keq sepse imagjinoni, e ka prerë vajza atë prosciutën e pulës dhe nuk e di domethënë si ka mundësi që nuk e morëm, do ta kemi harruar te kasa, nuk e kuptoj. Nuk ka prosciutë pule. Iku ajo. Po editoja videon dhe pash që s'kam bërë mbylljen, a thash të bëj mbylljen dhe të postoj këtë video dhe uroj të dali sot kjo video që është e premte dhe nesër është e shtunë dhe do kemi më në fund u besh kodra që të organizoj protest këtu. Pra nesër ditën e shtunë në orën 6 do mblidhemi gjithë te kisha e madhe dhe që aty do shkojmë deri te bashkia të protestojmë dhe uroj që të shikoj sa më shumë nga ju lutem kush ka mundësi, unë do le dhe punën dhe çdo gjë, ashtu siç kam lënë punën dhe ditë tjera që kam marrë rrugën për Tiranë, normal që dhe këtu në Shkodër me patjetër, kismet jemi mirë, do dalë të protestoj me gjithë njerëzit të tjerë dhe uroj të na bashkohen sa më shumë. Jo vetëm për Zvërnecin dhe Rjollin, por nuk i diet nesër pas nesër mund të mundohen të shesin dhe një pjesë tjetër të Shqipërisë, kështu që mirë do ishte që të çohemi sa më shumë nga ne për vendin tonë. Ju pres nesër në protest, uroj të shikoj sa më shumë nga ju. Ika tani, uroj që këtë pëlqyer kjo video, do shta është pak e shkurtër, por do kemi vlog dhe nesër dhe në ditët në vazhdim. Shihemi në video në radhës, mos harroni subscribe, like, komentoni çfarë të doni. Bye!